Lëvizja Europiane e Shqipërisë organizoi një seminar me studentë e Universitetit Kristal në lidhje me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë tryezës u diskutua roli shoqërisë civile dhe të rinjve në këtë proces të rëndësishëm. Se është një proces i cili na përfshin të gjithë. Ky është faj duke shkuar çik përtej pjesës politike, të palëve politike që sigurisht janë aktorët kryesorë, por është në një farë mënyrë edhe faj shoqërisë shqiptare, e cila nuk tregohet më aktive, të ushtrojnë një presion më të fortë ndaj politikës, ndaj institucioneve, ndaj aktorëve kryesor, për të dhënë rezultate pozitive në procesin e integrimit evropian. Mendoj që nëse do të kishim statusin, nuk do të kishim pengesa serioze për hapjen e negociatave. Unë them që për një raport, për një deklarat, për një gjë që të vjen që andej, këto janë 3 momentet kryesore, pra një lexim i vëmendshëm, një reflektim i çështjes dhe një adresim. Çfarë bëjmë ne që këtë gjën, që është për turp, që është rrëzimi për herë të tretë i statusit, është një rast totalisht i paprecedent. Reagimet e shumta të grupimeve të rinjve tregojnë qartë për dëshirën e tyre për të bashkuar me bashkëmoshatarët evropian dhe për kërkesën që politika të bëjë më shumë në këtë drejtim.